Dy shoqata të taksive në vend kanë përashtruar pranë entit të rregullator të energjisë mundësinë për rishikim ose pezullim të vendimit për rritje të çmimit të energjisë për makinat elektrike. Enti nuk ka publikuar ende kërkesat dhe pikat me të cilat nuk janë dakord shoqatat, por parashikon që kjo të jetë çështja e parë e diskutimit në mbledhjen e radhës së bordit, që parashikohet të jetë në 31 tetor. Me një vendim të datës 15 tetor, enti miratoi që çmimi i ri për pikat e karikimit me fuqi të instaluar mbi 11 kW, që rriste çmimin e energjisë për këto kategori nga 14 lek që është aktualisht, në 22 lek për kilovator. Ky vendim hyn në fuqi nga data 1 nëntor. Në pik, energjia për këto kategori do të paguhet 15% më shumë se çmimi normal, çka rezulton në një tarif 25.3 lek për kilovator. FSHU kërkoi rishikim të çmimit për kategorinë e pikave të karikimit të makinave elektrike dhe të qytetarëve që instalojnë kapacitet mbi 11 kW në funksion të karikimit të makinave për shkak se rritja e numrit të përdoruesve ka krijuar kosto të lartë tek disbalancat. Nisur nga të dhënat e analizuara, kosto mesatare mujore e disbalancave mbi plan dhe konsumit mesatar mujor të pikave të karikimit makinave elektrike arrin në 8 lek për kilovator, duke marrë në konsiderat parimet mbi të cilat kryhet përcaktimi i çmimeve si kosto reflektuese, transparente dhe jo diskriminuese, vlerësojnë se kjo kosto duhet të shtohet mbi çmimin e shitjes energjisë elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 0.4 kV, meqense kosto e disbalancave e planifikuar, mbështetur në vlerat e lejuara nga enti rregullatori i energjisë, mbulohen nga çmimi 14 lek për kilovator, nënvizoi FSHU në kërkesën e saj. Çmimi i ri i energjisë për këtë segment pritet të hyjë në fuqi nga 1 nëntori, ndërkohë që mbetet për tu parë qasja që do të ketë enti ndaj kërkesës së grupeve të interesit që preken nga ky vendim.